Mirë, po kjo është e hapur për krejt qytetarët e Kosovës. Festivali është i hapur për gjithë qytetarët, do të bëhet, domethënë, fillon nga ora 10. Po. Fatmirësisht kemi edhe mbështetjen e institucioneve, të cilët shpresojmë të kemi edhe prezant gjatë këtyre 2 ditëve. Po mbi të gjitha shpresojmë për shkak se ky festival nuk është për komunitetet roma Shkallë Egjiptian. Ky festival është për komunitetet të tjera, më shumë themi. Pse shumë histori dhe shumë hulumtime na kanë treguar që mungesa e kontakteve të para me komunitetet roma Shkallë Egjiptian ka rrit diskriminimin në drejtim të tyre. Përderisa momentet e para kur njerëzit e kanë kriju një lidhje, kanë fillu të njihen me trashëgimin, kulturën, me historinë, priardhjen se pri ka janë komunitetet roma Shkallë Egjiptian, cila është ajo cila dallon këto 3 komunitete ndërmjet veti, për shkak se të trijat atë sa dallojnë, atë që jemi edhe të ngjajshme. Jo vetëm këto 3 komunitete, po edhe ne si shqiptarë dhe ne të tjera komunitete që jetojmë, etni të tjera që jetojmë në Kosovë. Kështu që është një element që ne shpresojmë nëpërmjet festivalit, fillimisht të gjitha etni që jetojnë në Kosovë të njihen me kulturën e bukur, për shkak se çdo element i cili na dallon është e bukur e këtij vendit. Edhe të njihen, të takohen, pse jo të na bashkohen që të kemi sa më shumë aktivitete, sa më shumë diskutime, na japin edhe rekomandime, pse jo, festivali është i hapur edhe për përmirësime për viteve të tjera, të ngritet në nivel ndoshta edhe më të madh se sa këtu ku jemi. Prej vitit të parë deri tash kemi ndryshime të mëdha në festival. Mund të themi në vitet të para festivali ka qenë me musafir të saktum. Përderisa në vitet e fundit qytetarët e zakonshëm na kanë bashkuar në këtë festival, edhe kemi fillu mendoj me arrit atë ndryshimin e qëllimit që kemi dashur. Që t'i kemi, njoftomi dhe pse jo t'i kalojmë 2 ditë gjithë së bashku.